Miliona pelegrin nga gjithë bota kanë shkuar këto ditë në Arabinë Saudite për të kryer ritualin e haxhit, një nga pelegrinazhet më të rëndësishëm të fesë islame. Haxhi përfshin një sër ritualesh që kryhen për të paktën disa ditë në Mekë dhe rrethinat e saj, në pjesën perëndimore të Arabisë Saudite. Ky ritual fetar është një nga 5 shtyllat e Islamit. Thuhet se çdo musliman që ka mundësi duhet ta kryejë këtë ritual të paktën një herë në jetë. Mes miliona pelegrinëve është edhe presidenti i Republikës së Shqipërisë, Bajram Begaj. Ai është pritur me nderime të larta nga autoritetet e Arabisë Saudite. Atje presidenti ynë është shfaqur me veshje tipike të haxhit dhe po kryen në Mekë ritualin e njohur islam. Jo vizita, por veshja dhe pjesëmarrja e presidentit Begaj në një ritual fetar ka ngritur shumë pikpyetje. Njëra prej tyre është drejt personale një presidenti të besojë apo të praktikojë fen? Po, sigurisht që po. Edhe Bajram Begaj si individ mund të kryejë haxhin, nëse e konsideron detyrim apo përjetim shpirtëror. Haxhi vetë kërkon edhe veshjen tradicionale të irhamit, kështu që formalisht ai po zbaton ritualin ashtu siç bëjnë miliona muslimanë. Debati real është a duhet ta bëjë këtë një president në detyrë duke qenë simboli i unitetit të një shteti laik, i sanksionuar në kushtetutën e vendit, pa i hyrë në hak askujt, pasi kufiri në raste të tilla është shumë i hollë dhe shpesh i padukshëm. Mendojmë se ka dy interpretime të arsyeshme. Disa mund ta konsiderojnë veprimin e presidentit Begaj si diçka normale dhe njerëzore. Në fund të fundit ai po ushtron lirinë e tij fetare, pa e fshehur identitetin e tij shpirtëror. Bashkë për këtë arsye, pjesëmarrja e tij në haxh mund të interpretohet edhe si mesazh për tolerancën fetare. Shqipëria historikisht është krenuar me bashkëtesën ndërfetare, dhe zoti Begaj ka arsye ta reklamojë kudo bashkëtesën fetare të vendit tonë. Një pjesë tjetër, me të drejtën e tyre, e shohin haxhillokun e Begajt si problem të simbolit shtetëror, sepse presidenti nuk është thjesht individ privat. Ai përfaqëson edhe qytetarët që nuk janë musliman, ose që nuk janë fare fetar. Begaj për shkak të detyrës së tij si president i Shqipërisë është figura që mishëron unitetin e popullit. Ai është shtetari numër 1, që duhet përfaqësojë çdo shqiptar përtej çdo dallimi politik, shoqëror dhe patjetër edhe fetar. Mirëpo kur presidenti i një vendi si Shqipëria merr pjesë publikisht në një ritual kaq të fortë dhe identitar, dhe vishet sipas atij kodi fetar, krijohet ndjesia se ai, si figurë institucionale, po afrohet së tepërmi me një besim të caktuar. Që të jemi korrekt, në praktikën ndërkombëtare, liderët shtetëror marrin pjesë në rite fetare. Presidentët amerikanë shkojnë në mesh, mbretërit në disa vende të Europës janë të rregullt në ceremonitë kishtare. Liderë muslimanë shkojnë në haxh. Papa në Vatikan pret pafund lider shtetesh. Pra, vetë akti nuk është i pazakontë. Çfarë ndryshon në këtë histori është kultura juridike dhe politike e çdo vendi nga një anë, si dhe perceptimi publik për kufirin mes besimit personal dhe neutralitetit institucional nga ana tjetër. Në rastin e zotit Begaj, reagimi nuk vjen për shkak të mënyrës si konsiderohet presidenca dhe vetë presidenti, si figurë thjesht ceremoniale dhe njerëzore, apo si figurë që duhet të ruajë një distancë shumë të kujdesshme nga çdo simbolik fetare e fortë. Mbasi ky debat gjenerohet edhe për këto arsye, por thelbi është nëse haxhillëku i presidentit të Shqipërisë cënon raportin mes fesë shtetit dhe figurës së presidentit. E le të shkojmë pak më tutje. Në planin kushtetues dhe institucional, vetë simbolika e funksionit presidencial përjashton akte të forta, përfshirë edhe besimit fetar që ngren pikpyetje mbi rolin e një presidenti të një vendi si ne, që laicitetin e ka sanksionuar në ligjin themeltar të shtetit. Hakshe. Kushtetuta e Shqipërisë e përcakton shtetin si laik. Ajo parashikon ndarjen e shtetit nga bashkësitë fetare dhe presidenti konsiderohet përfaqësues i unitetit të popullit. Pikërisht këtu ndizet debati. Ku mbaron liria personale fetare e presidentit dhe ku fillon detyrimi për asnjësi institucionale? Juridikisht, çështja nuk është aq e thjeshtë sa të thuhet a priori se Begaj shkeli kushtetutën. Për të arritur te një shkelje kushtetuese do duhet provuar qartë se presidenti e përdori institucionin për propagandë fetare, favorizoj një fe ndaj të tjerave ose identifikoj shtetin me një besim të caktuar. Kujtojmë rastin e paraardhësit të zotit Begaj. Ilir Metaj, si president i vendit, u dërgua në gjykatën kushtetuese me pretendimin se kishte shkelur rënd kushtetutën dhe se duhej shkarkuar. Vendimi i kushtetutës numër 55, fraksion 2021, në rastin e gjykimit për shkarkimin e presidentit Meta nga kuvendi, është një precedent reference për shkeljet e supozuara të kushtetutës. Sipas gjykatës më të lartë në vend, jo çdo shkelje problematike në marrëdhëniet kushtetuese është shkelje. Kur analizojnë shkelje kushtetuese, përfshirë interpretimin korrekt të nenit 90 të kushtetutës, duhet vlerësuar lidhja shkak-pasojë,
intensiteti i shkeljes, kriteri i pasojave dhe i efekteve reale. Të gjitha këto rast pas rasti. Për çështjen e zotit Meta, gjykata kushtetuese vlerësoi se shkeljet nuk ishin të nivelit të rëndë. Pra, si për ironi, shkeljet e lehta tolerohen. Për to, mbahet vetëm përgjegjësi morale dhe politike. Ky interpretim juridikisht nuk ka nxjerrë gjithsesi nga shinat e debatit më të fundit mbi veprimet e presidentit Begaj. Kjo për shkak të etikës kushtetuese dhe peshës simbolike që mbart posti i presidentit, sepse ky i fundit nuk është qytetar i zakonshëm. Si i tillë, çdo gest apo veprim i tij merr karakter institucional. Për shembull, veshja rituale fetare që përdori zoti Begaj në Haxh, një ceremoni kaq identitare, fare mirë mund të konsiderohej kapërcim me neutralitetit, që mbrohet pikërisht nga ai, si kreu i shtetit. Pasi ndyshim që neutraliteti i shtetit nuk do të thotë zhdukja e fesë nga jeta publike, por mungesë privilegji shtetëror për një fe të caktuar. Askush nuk e ndalon presidentin të marrë pjesë si besimtar në rite të ndryshme, ama ai duhet të tregojë shumë kujdes që shteti mos ta bëjë fetar. Begaj si president duhet të di si ta ruajë distancën nga ritualet publike fetare. Veshja rituale e Irhamit e bëna aktin e Begajt jo thjesht vizitë kulturore, por pjesëmarrje të plotë në një rit fetar. Dhe për një president të një vendi laik, kjo natyrshëm ngre pyetje kushtetuese dhe politike. Në një peshore të thjeshtë, argumenti institucional është më i rëndë se debati. A ka të drejtë Begaj të shkojë në Haxh, ai ka të drejtën e botës, por si individ, jo si president. Presidenti i Shqipërisë si figurë e unitetit kombëtar duhet të qëndrojë mbi identitetet fetare, politike apo krahinore. Asnjë komunitet fetar nuk duhet të ngre apo të mendojë se kreu i shtetit shkon më shumë me njërin sesa me tjetrin. Këtu nuk po flasim për një vizitë kortezie, as për një urim në një festë fetare. Flitet për pjesëmarrje aktive në ritualin më të rëndësishëm të një feje të caktuar, me simbolikën dhe veshjen e plot rituale. Në perceptimin më të thjeshtë publik është krijuar ideja se presidenti nuk po qëndron më thjesht si garanti i laicitetit të shtetit, por po hyn vetë subjekt brenda njërës fe. Edhe sikur ta heqim qafe debatin juridik mbi veprimet e zotit Begaj, nuk e shmangim dot presidencën si institucion simbolik dhe psikologjik. Presidenti Begaj e di shumë mirë se sa më i lartë funksioni, aq më e vogël bëhet hapësira për shfaqje identitare të forta, pikërisht sepse ato interpretohen si mesazhe të institucionit. Laiciteti nuk ekziston vetëm për të mbrojtur shtetin nga feja, por edhe për të mbrojtur vetë pluralizmin fetar nga identifikimi i shtetit me një identitet të vetëm simbolik. Në një republikë si e jona, ku shteti është i përcaktuar si laik dhe ku presidenti mban rolin e përfaqësuesit të unitetit të popullit, marrëdhënia midis besimit personal dhe funksionit publik nuk është thjesht çështje lirie individuale, por dhe çështje e kufive simbolik të institucionit. Kjo është arsyeja pse në shumë republika parlamentare apo shtete me traditë të fortë laike, krerët e shtetit zakonisht shmangen pjesëmarrje kaq të thella rituale gjatë mandatit dhe ku personalisht janë besimtar praktikant. Haxhilloku është eksperimenti i dytë fetar i presidentit Begaj, pas iftarit që shtroi gjatë muajit të Ramazanit për gazetarët që agjeronin, akt që gjeneroi gjithashtu shumë pikpyetje. Të shpresojmë që presidenti ynë do të na i kursejë një eksperiment të tretë.